Tani kemi mbi 2 muaj që presim që në atë vend ku jeni ullur ju të shohim të ullur kryetarin e kuvendit dhe jo ushtarin e partisë. E them me keqardhje këtë, sepse nga seanca në seancë ju po demonstroni që vetëm kryetar kuvendi nuk jeni thjesht një ushtar besnik i partisë dhe ajo që është më rënda, jo thjesht i partisë, por ushtar besnik i skuadrës së pushkatimit që narkosi që është pak para jush aty, ka caktuar ndaj opozitës, i pushkatimit politik. Po. Pse? Zotinoka, ne një 64 rregullores, masë disiplinore që reqe vëmendje. Ju ne mos përdorni seancën e kaluar, zotri kodit të sjelljes të deputetit. Kaluar. Ju përjashtuat kreun e opozitës për një deklarat që u mbajt jashtë kësaj sale dhe që nuk kishte asnjë kontekst fyes apo ofendues për askëm. Ishte një deklarat e cila citonte motamo thënien e një ambasadori në një emision. Por ju të ushqyer me urrëtie ndaj opozitës dhe kryesisht ndaj kreut saj, e keni të pamundur që të pranoni të vërtetën. E gjithë ajo që bët ndaj Sali Berishës është urrëtie ndaj së vërtetës. Dhe gjithashtu si që mësuar të lëvizim me makinacione, e gjitha ishte një makinacion për të mbuluar zhurmën që po bëjnë në opinionin publik për të famshmin ligjin tuaj të barazis gjinore ku mashkullit, para dite i thoni mashkull dhe mas dita do t'i thonë femër, ku familja shkatrohet dhe rënohet, ku transvestiti do konsiderohet njeriu dinjitoz ish saj shoqërie, ku transseksuali do të favorizohet dhe ai që do të qëndrojë siç e ka bërë Zoti do të diskriminohet me ligjin tuaj, ku ju me atë ligj vendosët të shkatroni përfundimisht familjen shqiptare, pasi ish populluat, pasi i varfruat, pasi e inkriminuat të shoqëri, tani ju erdhi momenti të jepni goditjen e fundit shkatrimit të familjes me qëllim për të shkatroni këtë shoqëri. Dhe një shoqëri që i ka mbjetuar luftrave, po shkatrohet me vendime dhe me ligje politike. Ndaj, zotri, ose bëhu kryetar, ose mos e lejo veten të keq përdoresh, se do ikësh me turp, siç kanë ikur disa nga të keq përdorit këtu. I shikon ti këtu? Janë ulur. Shumë faleminderit për këshillën.